Si çdo të hënë në ekranin e Star Plus vjen emisioni sportiv Star Sport, barazimi i Vllaznisë ndaj Teutës, por edhe ndeshja e radhës që Kuqe Blu do të kenë për kupë ndaj Dinamos, ishin temat që morën më shumë vëmendje gjatë këtij emisioni. Vllaznia ka potencial për të luftuar dy frontet. Duhet të ketë edhe kontingjentin, pra nëse mund të dëmtohen për shkakun se mund të kenë mungesa për shumë arsye të lojtarëve kryesor, duhet të ketë edhe patjetër lojtarë të cilët të denjë, të cilët duhet të zëvendësojnë këto lojtarë që mungojnë. Kështu që kjo është ajo dilema që unë shoh për momentin tek Vllaznia, aq më tepër që tani po luajnë dy kompeticione si në kupë apo edhe në kampionat. Edhe unë besoj që Vllaznia do të synojë për ta marrë këtë trofe dhe nuk duhet shlojmë. Pra, ajo që s'duhet bëjmë ne është që mos justifikojnë që po i kena ndeshjet 1-1, edhe jo po lodhe, që është reale që mund me kanë lodhe, po nuk duhet na ndikojë një po lodhe, jo po kështu justifikimesh, sepse Vllaznia duhet hi me synimin e qartë për ta fituar këtë ndeshje, të marrë parasysh që takimi është me dy ndeshje. Unë mendoj të shfrytëzojmë faktorin fush, kena sa më shumë tikoza në këtë ndeshje. Edhe është një ndeshje direkte, jo vetëm për kupën, por është edhe një ndeshje direkte ndaj një rivali direkt në katërshe. Besojmë fitojnë të dyja takimet. Në këtë emision hapësirë kishte edhe ekipi i Vllaznisë së futsallit, i cili mori një fitore të rëndësishme përballë skuadrës kampione në fuqi të Tiranës. Siç e kemi përgatitur gjithë javën ndeshjen me Tiranën, e diqim që Tirana është një ekip kampion, edhe si e tillë ishte në ekipet më të forta. Edhe thjesht stërvitja, angazhimi që kishim bërë gjatë të javës, përgatitja e ndeshjes, komplet me staf e me lojtar, e arrit me objektivit, pasi nuk shkoj më sa me po thamë shumë paraqit, në çdo ndeshje shkojmë vetëm për fitore, kështu që edhe e arrit me një gjë tillë. Emisioni Star Sport në javët në vijim do të jetë si zakonisht çdo të hënë në orën 21. Të gjitha personte bashkë që jemi të hënën ardhshme.